Kandidati i PDK-s për kryetar të komunës së Prizrenit, Shaqir Tota, i cili bashkë me bartësin e listës Kujtim Gashi, kandidat për kovendar të kësaj partie, gjatë takimit me sportistë të Prizrenit në mjediset e restorant Ofirta, ka vlerësuar kontributin e madh të rinjve, sportistëve dhe organizatave kulturore gjatë mandatit të parë të qeverisjes së tij, duke theksuar se përkushtimi i tyre ka qenë thelbësor për gjallërimin e jetës në qytet. Të rinjët, sportistët dhe organizatat kulturore kanë bërë punë të jashtëzakonshme gjatë mandatit ton 4 vjeçar. Ne çdo vete kemi shtuar mbështetjen për ta dhe do të vazhdojmë të arrisim përkrahjen për të gjithë ata që kanë ndikuar në fuqizimin e jetës kulturore, sportive e edukative në Prizren, tha kryetari Totaj. Ai shtoi se bashkëpunimi i vazhdueshëm me komunitetin rinor dhe atë kulturor e sportiv do të mbetet prioritet edhe në mandatin e ardhshëm. Duke qenë vetë sportist, po edhe duke qenë njërë prej rokerave më të njohur të Prizrenit. Kështu që kjo është zanati kryetarit atem. Po kundër që edhe më marrë shumë me kulturë, me rinije, me sport për më shumë se një dekadë, megjithatë për pjesën e kulturës, rinisë dhe sportit kryetarit nuk i afrohemi, prandaj kam kënaqësinë që ta ftoj kryetarin aktual dhe kryetarin e ardhshëm të komunës, zotin Shaqir Tota, që ka marrë fjalën. Prizreni veç është zgjedhur qytet evropian i sportit për vitin 2026. Edhe këtu duhet më falenderoj po ashtu një numër të madh të entuziastëve të sportit. Ne kemi formuar një ekip i cili ka punuar edhe me sukses i ka arrit kriteret, edhe me 11 dhjetor do të shkojmë në Bruksel me marrë të farminjohjen formale si qytet evropian i sportit. Kemi shumë të arritur në sport, po qëllimi kryesor i këtij koncepti qyteti evropian e sportit është gjithë përfshimja, edhe sporti për gjithë, për të ri, për të vjetër, si preventiv për shëndet. Domethënë, qytet, qendër kulturore edhe qytet evropian e sportit janë dy elemente shumë të rëndësishme të cilat ne kemi arrit me punë përbashkë. Mirë, po këtu nuk duhet më marrë përsipër vetë qeverisja lokale meritën. Sepse kështë qene pa mundur me pas këto të arrituna pa kontributin e secilit për juve që jeni këtu, edhe të shumë tjerë. Shumë organizata jo qeveritare, shoqëni kulturartistike, klube sportive, gazetarët sportit, po edhe zyrtarët komunës që jenë marrë me sport e kanë dhënë kontributin e vetë, në mënyrë që na gjithë bashku me ngritë qatë nivel të kvalitetit edhe të sasisë të jetës kulturore, po edhe qytet evropian i sportit. Rritja e subvencioneve për aktivitete kulturore dhe sportive, e cila ka ndodhur, do të vazhdon, është një trend i ngritjes vazhdueshme, edhe na do t'i përkrahim në vazhdimsi të gjitha festivalet, organizatat jo qeveritare, kulturore, artistike, të gjitha komuniteteve që jetojnë në Prizren, sepse keni parasysh komunitetet janë një pjesë, një komponent shumë e rëndësishme e identitetit të qytetit të Prizrenit si i tillë, i cili është model për nga mënyra si funksionon, prandaj nuk guxojmë t'i anashkalojmë edhe klubet sportive, edhe organizatat kulturore, shoqënitë kulturartistike, për përmendni veç Sharski Beharin, masi kemi këtu për fatsosit, edhe do të mi falenderu për kontributin që japin edhe këta, po edhe festimi, edhe shumë talenta tjerë kemi këtu. Gjatë periudhës 4 vjeçare, Drejtoria Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka bërë një sër investimesh si në infrastrukturë, po ashtu edhe në çështjen e aktiviteteve kulturore dhe sportive. Duhet nisëm nga mbështetja financiare të gjitha organizatave jo qeveritare në këtë rast, kur këtë dikaster, këtë drejtori, e gjetëm me një shumë e cila mbështetë të gjitha organizatat jo qeveritare me një vlerë 150.000 euro. Dhe të them drejtën, duke pas parasysh që Prizreni ka shumë organizata edhe sportive, edhe kulturore, edhe rinore, e nuk ishte se si të dilte në ndihmë me kaq pak mjete. Me të marrë pushtetin e qeverisën Totaj, nga 150.000 euro, po vitin e parë, po ashtu vitin 2022, kryetari Totaj nda 1.3 milion euro. Dhe kjo vlerë dhe kjo shumë vazhdojnë në vazhdimësi, duke u rritur çdo vit deri
në vitin 2025 shkojnë 1.5 milion euro. Sonte bashkë me ta mblodhëm për t'i kremtuar sukseset e shumta dhe u zëtuam se në mandatin e dytë do të ngrisim në nivel tjetër atmosferën e bukur të Prizrenit, duke mbajtur që të gjallë energjinë rinore, kulturore, sportive gjatë të gjithë vitit, theksoi Totaj. Takimi me sportistët ishte kërkesë e tyre që deshën të atakojnë kandidatin Totaj për të pasur mundësi që të dëgjojnë se cilat janë projektet e së ardhmës sa i përket të sportit në Prizren. Ai përfundoi se ky është vetëm fillimi një faze të re të zhvillimit kulturor e social të Prizrenit, qyteti që po e kthen identitetin e vet si qendër e artit, sportit dhe energjisë rinore në Kosovë.